Për krejt ata që po ndërtojnë akonta të ri në shtetet që paguajnë për video dhe dojnë më marrë me rrjetet sociale, pja vepin një këshill. Për asnjë arsye në botë mos ndërtoni komunitet shqiptar. Nuk kuptojnë, nuk mbështesin, nuk merren me temën, ofendojnë. Shikimet e tyre nuk paguhen. Ti mundosh me më të mirën, me kon i sinqert, i sakt, mu kujdes mos me ofendu asnjërin prej tyre, e thoni temë që do me thonë mendimin ton, e që të garantohet si e drejt, vjen aja veri, edhe ose të ofendon, ose me 16 shkronja që dush mi bo bashk me kuptu që ka desht me thonë, thot, si e ti për kitë punë. Ama, kur e shkron si e ti për kitë punë, e shkron së tuk pon ti. Se qash din, ama dënë me të mësu ty. Jena popull që merë me budalla që e bojmë viral, loj budallaku. Për shembull, rastin e fundit, mos flas për figurën të këto që kena bo virale. Një shtet komunist, një shtet diktatorial, thot, nuk banë me shprej mendimin e lirë, influencerat, gjysa Kosovës merë me to, gjysa Shqipnis me to, inshallah botë edhe të na. Po nëse botë edhe të na dhe ti që pe thu qatë fjallë, laba, që i përzijesh herën politike, herë të bëjleri, herë nëna, pa ja pas idenë për shka e ty folë, edhe ty dinosh, kështu që, nëse jetë ndërtu akant, ngomni, merna shumë vite, shumë figura që ju keni qef me bu foto me ta, pashpunojnë me mu, merna shumë vite me rrjetet sociale, masu merni me komunitetin shqiptar, kur gjës ju vynë, vetëm shqiptare më vjen shumë ra me thonë ta, ama që 82.000 ndjekës, bashkë kur hajrin se fshe.